Çobo, legjenda e verës, por më vjen shumë mirë që sot u njoha dhe me Qerosin, kur kam kaluar ja 2 herë, po s'kam mundur të ndaloj dhe shikoj Ani Qerosi dhe më pëlqente shumë emri, po pash që Qerosi që nga si për Marsi dhe pronari i lirë të përgëzoj shumë. Se ke problem të them Qerosi, se jemi në klubin e Qerosëve bashkë. Të përgëzoj shumë, është vërtet një punë impresionuese. Edhe është një tjetër shembull, domethënës, për gjithë ata që kanë një mundësi të bëjnë gjëra të tilla dhe vazhdojnë hezitojnë, se si një territor krejt i zakonshëm, një truall si kudo është kthyer në një destinacion dhe jam i bindur që do jetë një destinacion po kaq tërheqës edhe po kaq i suksesshëm sa destinacionet që kanë ndërtuar të gjithë këtu zotrin dhe zonjat. Edhe duhet të përshëndes edhe zonjën e Fustanellës, po, që ka ardhur në këtë takim. Tani, unë në këtë rast nuk kam asnjë problem, sepse flas me njerëz që janë vetë dëshmitarë të gjithë transformimit dhe të gjithë mirësisë që sjell një mund dhe një investim në këtë fushë, pasi kthen përmbys një realitet dhe kthen përmbys edhe një ekuacion sipas cilit është e pamundur të bësh bujqësi, është e pamundur të gjesh treg, duke qenë larg territoreve dhe hapësirave ku zhvillohet bujqësia, apo larg rrjeteve ku mund të futesh në treg, sepse s'ka nevojë fare të hysh asaj ane nëse ke një agroturizëm, e sjell vet tregun tek dera jote. Dhe jo rastësisht e përmenda Chestnut Hillin. Chestnut Hilli është një destinacion i mahnitshëm në majt maleve, aty ku jo pula ha gur, po guri ha pulën, dhe ku kur askujt nuk do t'i binte rruga, por ku shkohet me rezervim, sepse dy djem, 2 vëllezër e kanë ndarë mendjen që atë tokë atje, atë bukuritë mahnitshme ta vënë në funksion të suksesit sipërmarrës, edhe pak nga pak ka ndërtuar një destinacion të mrekullueshëm. Dhe kur mund të bëhet në Chestnut Hill, mund të bëhet kudo. Kur mund të bëhet në një distancë aq të largët, imagjino më afër, se krahasim me Chestnut Hillin edhe Malësia e Madhe, nuk diskutohet Kuçova, patjetër periferia e Tiranës, pa diskutim zonat e tjera janë fare afër. Por sot unë dua që të ndaj me ju, se unë e di shumë mirë që shumë nga ju kanë ambicie për ta zhvilluar më tej biznesin. Mbase ndonjëri ka hyrë edhe në planin për të hapur të dytin diku tjetër, sepse ajo që ndodh në botën e agroturizmit, me ato agroturizma që kthehen në brende, ndodh që rrjedzohen, edhe Chestnut Hillin mund ta gjesh siç e gjen në Tropoj, mund të shkosh ta kërkosh, nesër ta gjesh në Nikolic të Korçës, apo Bujën e Baraktarit, mbase në atë formë jo dot, por në një formë tjetër mund ta gjesh diku tjetër.
Dhe përtej kësaj, ju e dini më mirë se unë që agroturizmi nuk mbaron kur vjen puna tek produktet, kur vjen puna tek gjithë ekosistemi rreth rrotull, kur vjen puna tek shërbimi ndaj klientëve me guidat, me surprizat e tjera, kështu që nevoja për financim është e vazhdueshme. Dhe për këtë arsye unë quajta shumë të drejtë edhe dëshirën e ministres edhe të drejtores së SBR-s për ta ndarë këtu me ju dhe përmes kësaj me të gjithë të tjerë risin e dy linjave të reja të financimit, por duke u nisur nga linja kryesore e financimit të re, që është linja e Bankës së Shqipërisë, është një instrument kredi i ri i Bankës së Shqipërisë, nuk ka bërë kurrë më parë, duke vendosur 250 milion euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe me fokus tek bujqësia. Dhe natyrisht, kur vjen puna tek fokusi i bujqësisë, agroturizmi është një nga komponentët, patjetër serat, patjetër blegtoria, patjetër agropërpunimi nuk diskutohet, por edhe këtu dua t'ju nxis të shikoni pak më tutje, duke menduar edhe për agropërpunimin në funksion jo thjesht agroturizmit, por në funksion edhe të rritjes biznesit tuaj edhe të daljes në treg me produktet tuaja, se po bëhem pak i bezdisshëm për pjesën tjetër duke më bërë reklam për çesnatillin, po me që kam i Chels timin atje që mund të shkoj sa herë dua ta hap të mrena si miki i Bujtinës, e kam për bosh t'ja kthej edhe pse deri tani se kam përdorur Chelsin asnjëherë, po thosha që produktet për shembull e çesnatillit apo nuk diskutohet çobos apo të fustanellës apo të tjerëve janë fantastike, por nuk janë ende mas. Nuk janë mas, jo, nuk po flas për mas industriale, por po flas nuk janë mas për dalë në treg. Dhe po ju sjell vetëm një shembull që më ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme, nuk e dija shumë, ka ndodhur disa vite përpara në Zvicër. Më çoi ambasadori në farmaci, ishte një vaj ulliri i prodhuar në Shqipëri, një shishe kaq. Edhe kishte i çmim 5-6 herë më të lartë se sa shishja e një vaj ulliri në treg. Pra, ishte i produkt special. Dhe tregu i kërkon